më ja u thonë një mënyrë se si unë ekipin tim që po e shpalosem për herë të parë. E motivona? Jo e motivojnë, po dëshiroj me ngulit në kokën e tyne se ekipi im duhet me lujtë në Evropë. Edhe para se me dalë, na duhet me thonë për Evropë, futbolistët duhet me u përgjegjë, po, fort. Na përsëri e përsim, për Evropë ata, po. Edhe njerë, për Evropë ata thënë, po. Dhe në fund 3-4 e tërgoj me emnin e klubit Malisheva. Edhe kjo ka qenë ritëm, që nese, kjo ka qenë, ama detyra psikologjike ka qenë që aty në duhet me i hynë kokë se na po luftojmë për Evropë, për dalë në Evropë. Edhe kur aty përsërit 4 herë, 5 herë, përfundon ndeshja, pra për Evropë, po, ajo ngulitet në kokë. Që mja për titull kampion Evropë? Edhe... Mi motivu? Edhe... Me thonë prapë për Evropë. Edhe... Po bedoj mënyra se si ipen detyra në forma të ndryshme, nëse ka probleme sociologjike, ty mund është me thonë edhe ndonjë emën të një futbolisti ata me e pranu, kur se brenda dinamika e lëvizjeve që ndodhë brenda grupit, është e pa parashikume brenda, sepse ka lojtarë që nuk durohen me zveti, është në natyrën e tyne. Detyra e trajnerit, detyra e shtabit teknik është me i afru, me i parafru ata që, sepse pa homogenitet brenda nuk ka suksese. E sidomos me këto përfaqësuese që vinë këtu, që vinë klubet yjet për çdo